2 shkurt, paraqitja e Zotit Jezu Krisht në tempull ose i papandia. Nuk është vetëm një ngjarje së kaluarës, është një ftesë për sot. Krishti sillet në tempull si foshnjë, nuk bën mrekulli, nuk flet, nuk impresionon. E megjithatë, ata që kanë zemër të pastër, si Simeoni dhe Ana, e njohin. Ky është mesazhi për ne. Zoti vjen në jetën tonë në mënyrë të qetë, në momentet e vogla, jo vetëm në ngjarjet e mëdha, në familje, në punë, në vështirësi, në durim. Simeoni priti për shumë vite, nuk u ankua, nuk u dëshpërua, ai mësoi të pres me besim. Edhe ne sot e kemi të vështirë të presim, në një përgjigje, zgjidhje, ndryshime. Paraqitja e Zotit Jezu Krisht në tempull na kujton se Zoti nuk vonon, por vjen në kohën e duhur. Një tjetër mesazh për ne sot është ofrimi. Hyjlincja Mari dhe Josifi ofrojnë atë që kishin, dhurata të thjeshta. Zoti nuk kërkon shumë, kërkon zemrën, pak kopëlutje, pak falje, pak dashuri për tjetrin. Ja mësimet që nxjerrim. E para, të mësojmë ta njohim Krishtin në momentet e vogla. E dyta, të presim me besim pa murmuritje. E treta, të ofrojmë diçka të thjeshtë, por të sinqert ndaj Zotit dhe ndaj të afërmit. Kështu, festa e sotme, pra paraqitja e Zotit Jezu Krisht në tempull ose i papandia, nuk do të mbetet vetëm një datë në kalendarin e kishës ortodokse, por një takim jete. Gëzuar festën e sotme dhe me ndriçim shpirtëror. Amin.